Më fol. Bravo. Çfarë pamje. Çfarë mrekullie. Oh my god. Amazing Albania. Welcome to Albania. Visit Albania. A dini që një nga pikat më të famshme të fluturimit me parashut në Europë është në Shqipëri. Jam me Jonathan Islamin që do fluturojmë tani. Kjo është parashuta që do fluturojmë ne. Pse është Jonathan kjo pjesa më e famshme, një nga më të famshme? Pikat më të famshme, padyshim e famshme në Shqipëri, por edhe më gjerë sepse është pikë 930 metra. Pa pika e nisës është 930 metra mbi nivelin e detit. Po, dhe pamja është spektakolare. Në momentin që pilotët fluturojnë, pilotët profesionistë, në momentin që dalin mbi det, kanë një lartësi të konsiderueshme për 700 metrash, gjë që jep mundësinë për të kryer gjithë stërvitjen e dur, manovrat që ato duhen të realizojnë. Po kjo konsiderohet pikë në të gjithë Europën shumë e mirë? Po, në të gjithë Europën dhe jemi vetëm në gjysmën e potencialit të kësaj pike, sepse po të shikoni mbrapa, kemi majën e Çikës dhe majën e Qorës, që është një nga perlat, 1800 metra është, më duket mos gaboj. Dhe nëse do të kishim rrugat ti mund të fluturosh prej aty? Një pikë fluturimi e jashtëzakonshme. Pra mund të fluturoj prej aty edhe të shkoj deri poshtë në një nga vendet më të bukura, plazhi Palasës, quhet Celeste di Palasa. Italisht, ja ku jam me Jonathanin, tani do fluturojmë. Tani do fillojmë bëjmë gati. Vura dhe syzet e metës, ja ku e kam të Jonathanin, tani duhet nisemi me 360. Gati tani për të nisur. Ecim? Po. Tani, fillojmë vrapin. Fillojmë vrapin. Më fol. Bravo. Okej, kaq. Wow! Çfarë mrekullie. Edhe me mbrapa trupin, ashtu bravo. Perfekt. Dhuruar, çfarë lartësie jemi? Për momentin jemi në 920 metra lartësi. Nuk kemi ulur akoma nga pika e nisjes, kemi po të njëjtën kohë. Rrymat e ajrit po na mbajnë konstant. Kjo është ndoshta pika më e bukur ndër Europë. Nuk ka askush këtë lartësi kaq të madhe, kaq afër detit. Unë kam dhe syzet e metës që duhet ndes. Para është duke ecur një parashut tjetër që u hodh para nesh. Është nga vendet me fluksin më të madh të fluturimeve turistike në Shqipëri. Çdo ditë na presin me 10 pasagjerë që fluturojnë me pilotët tanë profesionistë në këtë pikë llogaras për gjatë gjithë verës. Janë të huaj apo shqiptar? Të them të drejtën, 75% janë të huaj. Tani është dhe pjesa më e bukur kur dalim mbi det, sepse gjithë lartësinë ti e ndjen, direkt 700 metra mbi lartësi. Shiheni çfarë pamje. Shumë e bukur. Shumë e bukur. Ky është nga plazhet më të bukura që ka gjithë globi, jeni të sigurt për këtë. Si do ja sugjeroje njerëzve? Absolutisht. Kushdo që vjen në jug, një xhiro me parashut e keni domosdoshme.